Bashkia e Shkodrës ka përmbyllur investimin për rehabilitimin e rrugës që të çon drejt varrezave në kodrat e Gurit të Zi. Banorët e kësaj njësie, si dhe famulitari Dom Rafael Galardi, shprehen falënderimin për këtë investim, i cili është një shenjë respekti për të parët e tyre që kanë ndëruar jetë, por gjithashtu një lehtësim për ata të cilët u përballnin me vështirësi gjatë përcjelljes për në banesën e fundit të banorëve që ndëronin jetë. A dash me marrë deknin i tu, e me qurë krah atje. Ky komunitet ka vujt të 30 vjetë për këtë rrugë, edhe kja keni gjëra domosdoshme, po më mirë që u ba, se mos më ba kur. Shumë e vështirë, a kanë rrugë mos me qenë hallë me kalu. Ju lumë Zoti kërat. Falenderojmë Zoti e në rallën e parë dhe falenderojmë edhe të gjitha të banorët që me sakrificë, me lopal, me punë, me lek që kanë ardhuar për këtë rrugën, sot erdhi dita për të përfunduar. Kjo është një anë që realizohet. Falenderojmë kryetari i bashkisë që ka bërë këtë mundësi për të pasur këtë mrekulli sot në vendin tonë. Administratori Vitor Hila theksoi se prej 30 vitesh kjo njësi kishte qenë jashtë vëmendjes, ndërsa në 2 vitet e fundit janë realizuar një sër investimesh në infrastrukturë. Jemi të kënaqur me investimet që janë bërë në njësinë vendore, por kërkesat e banorëve dhe nevoja për investime është shumë e madhe. Falenderojmë bashkinë për këto rrugë që janë shtruar me asfalt, janë 3 rrugë që janë shtruar. Është investuar shumë pak këto 30 vite, prandaj na lypset nevoja edhe e komunitetit në bashkëpunim që të kërkojmë sa më shumë investime për komunitetin e njësisë vendore Guri Zi. Ndërhyrja në Gurin e Zi është pjesë e një plani që Bashkia e Shkodrës ka ndërmarrë për njësitë administrative me qëllim përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe për të sjellë më afër qytetarëve shërbimet bazë.